Tash me gjithë se është pranvera, ka bim të egra, si për shembull lakra, edhe mundi me qitë shlirë lakror me këto lakra, shlirë. Bile janë shumë të mira, ma të mira se spanaki. Tëre. I zgjeni që ato që jenë pak ma të reja është fjalla. Ma të reja, dhe me thonë shkoni në gjithë merlin. Mes. Dhe të marrë që jenë të mira sa mos ho. Na me këtu bojmë edhe gjithna, ju vetëm pite me lakra, lakror. Na i mbledhëm këto lakra në livadh të pastër. Mos i mbledhni se janë afër shumë rrugës ku ka komunikacion. Hini ma fellë në për livadh ku ka kësi bime e egrë, si quajmë lakër. Edhe ma heret, nanat tona dhe gjyshet tona i kanë përdorur për me qitë lakror, edhe gjellë mund me bo me to. Po, kësaj radhe do të shkoj me këtë recet, dhe me thonë lakror, kështu shkojmë duke i hekë prej stapeve, edhe duke i lëshu të poshtë, edhe i palojmë kështu dhe i jabojnë me ngrirje. Të janë shëndetshme, vitaminen, dhe me thonë edhe minerale kanë, si të mos hekrin, e kanë ma shumë se sa spanaku, edhe shkojmë kështu. Na këtu na qeshin nana tona dhe gjyshet tona me mbledh, ku s'ke shofër dikon ma largë. Edhe shkojshim edhe i mbledhshim. Tash shkojmë me prerje. Shemull stapet i hekim, edhe shkojmë në prerje kështu. Sa ma mirë është, dhe me thonë, ma mirë janë qëto lakra, se sa spanaki, sepse me këtu nuk kanë qitë kur farë plera, s'kur gja vetëm natural në rritë. Edhe marrim këtini qisim, edhe kemi la masanina, i laj me ujtë ftoft, ju me të nxejt. Qështu. Aromën e kanë shumë të mirë, tepër. Do është ta mi të regu se janë edhe do lakra tjera, janë dvogla, janë kaq i kaq, edhe rritën në për livadhe dhe ato, po i kanë venet e caktume, nuk rritën gjithkon. Edhe ato janë tjera, janë të tharta kur ti konsumojsh, dhe me thonë kur ti hajsh, edhe me ato nuk mund me qitë pite, së kur me këtu lakror, po marrën salata me to. Dhe me thonë janë për salata. Në qovë se do një mja marrë lakrat kur t'i gjani në për livadh, si kur i mbledhni të mesit i merrni ma të reja, gjithmonë shkoni ashtu. Na i grim lakrat, i pastrum me ujë të ftohtë.
sepse kur të lahen mujt e ftoft, është fjala nuk shtypen këtu dhe lahen edhe ma mirë, jo hen ujt në përkrej. Shkoj me kripën. Krip nuk e qesin as shumë, sepse unë këtu e kum troshit djath, mune edhe me gjiz, mune edhe me djath të troshitur, që është dëni ju. Mune me qitë këtu fletë të qepës e njëm, mune edhe qepë të grira. Unë jam shumë me qepë të grira. Kjo lakrur me lakra, dhe me thonë me bim të egra, ose lakër e egra, që rritën e për livadët tona, pak mos, edhe shkoj me një përzia jetë të thellë, edhe ja filloj me ullë kuleqt. Qese milën e ketin, na dujna me shku me jo më shumë kuleq, me 8 kuleq për funit 8 për mi. Me një lugë të rafsht e krip, lugë e gjelës, ujna me këtë lugë, po ashtu shkoj me pak vaj, edhe me ujë të vakt, si gjithmonë, shëpitit ullët me ujë të vakt. Shkojmë njëherë me lugë deri sa të trasë shëmbrumen si duhet, tani shkoj me dorë. Ta shkojmë edhe me një ngjeshjet, jo shumë, po normal, të lehtë, dhe me thonë, me një ngjeshje të lehtë. Duke prej brumin edhe duke i përgadit kuleqt. Edhe shkojmë duke i bo kuleqt. Kuleqt veç që përgatitin edhe shkojmë duke i tullu. Nuk i tullojmë shumë edhe i qesim në ketin. Ashtu i lyna ka pak, shemull. Si me thonë ka i lugë të gjelës të rafsht. Dhe me thonë ka i lugë të gjelës ja qep në vaj. Kjo është lakrur 4 merë. Po ashtu ta shkojmë të tullu krejt qështu, edhe i qesim
në 2 vena për shembull, sepse kur t'i qisim tepsi, qisim si për mi, si për funi, trashësin, dhe me thonë. Non kulleq për funi, non për mi, sepse unë i ulla për tjetë, po më dollen ka 9. Edhe na i t'hullojmë qështu ka 4 ose 5, i bajmë qështu edhe shkojmë duke i zgjatë. Haj. Këtu janë kuleq që kanë pushu edhe mujna me zgjatë me dorë, mujna me marë ka 4 ose ka 5 me t'hullu. Unë për viti shkoj i t'hulloj për shkak që shkojnë zgjatën në të naut në saj. S'kem nevoj më shku ashtu. Qes pak mirë edhe shkoj duke i t'hullu. Sepse bëhen më të mirë edhe gjatën në të naut në saj. Dhe me thonë, krejt dej se i kom t'hullu, i kom vly edhe i kom lanë 2-3 minuta, sepse shkoj me t'hullu. Që se do mi zgjatë me dorë, i lenë deri 10-15 minuta ashtë. Gjithmonë pidve shkojoni me t'hulloj s'hera ne i herët ne, ju vetëm një në namë. Dhe me thonë, në ndrani shtu qushët, edhe shkojnë më mirë. Shihne. Edhe e qesëm në tëfsi. Me krejt shkujmë kështu, që shumë potë kështu. Këtu shkujmë me krejt. Gjithmonë një qes pak vaj kështu, dhe me thonë, për du me qitë tjera të pitë. Ta shkoj edhe me tjerat. Shkoj me ljoka, të qisim krejt këtu. Kjo është lakror me lakra që i kemi mbledh me livadh, lakra të igra. Dhe me thonë, ta mund që ka rrit natyra, pa plehra, pa pesticide, pa kërqë. Shkojmë duke qitë vaj. Edhe për i herën e kom të hullu pitën edhe ja qisëm.
shkoja me pak vaj. Edhe shkojmë duke të tullu edhe pitën tjetër. Do me thonë ka 4 pitë një veni kom tullu. Me zgjatë edhe me dorë, s'është problem. Po, unë shkoj me tullu, për shkak që qushët me tullu ma mirë. Ja përgatisim edhe këtë pitë edhe ja qisëm. Ja qitëm edhe pitën e fundit, shkojmë duke ly. Unë e furrën e kom shu që 10 minuta, dashta m'je tregu gjithmonë shkoni kështu, për shembull. 10 minuta përpara që mu pjek pitet, lëshën e furrën sepse bëhen pjeke, do me thonë ma mirë edhe kur pjekja bëhet e mirë, del edhe pitja mirë. E qojmë furrë. Tash pishin e pitën që u pjek. Kjo është laknuri që e përgatitem. Temperatura ka qenë 250 gradë për 30 minuta u pjek. Edhe shkonin kështu që shumë shmuone, ka me dalë perfekt. Tash mujna me prina një cupë, me këqyrë që ka dalë. Masi të nxerrni prej shporetit, e stërpikni, pak më të ftoftë për mi, se ne është shumë e nxehtë, po shkojna në pishine, sa mirë ka dalë, tepër e mirë. Kjo është lakruri që e qitëm. Që faleminderit për shikimin e kësaj video, na bani like dhe subscribe.